Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. الحمد لله الذي عم على الخلائق لطفه وإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى ما دارت القمران. أما بعد. Falinderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pashok, për ti kërkojmë ndihmë dhe falje, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rruga e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë me thelësi e zemrës që nuk meriton të adurohet tjetër përveç Allahu xhalle shanu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi dhe dërguar Allahu xhalle shanu. Plezar ashtu siç kemi diskutuar para 2 java për rruga e dërguar Allahu xhalle shanu, se si ka bërë hijret, si është larguar nga Mekka për në Medina. Edhe dërguar Allahu xhalle shanu para sa nis, edhe kur është ardhur informacion që sonte kanë për të rrethuar shtëpia tën, edhe do të qëllimi atyre është të të dalësh jashtë shtëpia do vrasin ty. Ashtu siç kemi thënë që ai ka shkuar tek shtëpia Abu Bakr. Edhe Abu Bakr radhiyallahu anhu ka thënë që dërguar Allahu xhalle shanu për këtë ditë ka mbajtur, ka mbler 2 deve të mirë për udhtim. Atëherë dërguar Allahu xhalle shanu ka thirrur një njeri ka emrin Abdullah ibn Urayqit, wa huwa ala dini qaumi. Dhe ai personi atë ditë është në feja kombin e vet. Nuk ishte nga Mekka, ishte nga larg Mekka. Po ai ishte dalil edhe specialisht I rruga. Vlezër më shohim sot mes Mekka Medina 500 kilometra rruga drejt para 1448 vit kur ishte shkërtir, ne nuk njeri nga rruga normal që ishte përveç rruga normal nëse dilte nuk dinte ku është ujë, ku është ka barë për kafsha, gjitha ishte studim, duhet kishte një njeri veçantë që dinte këto gjëra. Edhe Abdullah ibn Urayqit ishte specialisti për rrugë, edhe dinte hartat e arab. Edhe dërguar Allahu xhalle shanu ato 2 deve kishte lënë në dorën e tij. Edhe kishte thënë pas 3 net. Edhe ne kemi thënë dërguar Allahu xhalle shanu ka dal nata gjuma, domethënë nata mbrëmje. Edhe sot është qëndruar, mëngjes ka dalë para sabahu, edhe ka qëndruar gjuma, shtu në diel. Gjuma nuk ishte ardhur akoma si detyrë Allahu xhalle shanu si gjuma. Edhe dërguar Allahu xhalle shanu qëndron ditën e hana mëngjes, Abdullah ibn Urayqit vin në malin e Thorit ashtu ku kishte lënë me dërguar Allahu xhalle shanu. Gjatë ato 3 ditë, biri Abu Bakr radhiyallahu anhu quhet Abdullah. Ai vinte me von darka, me delet të vet, me dhit të vet, duke esur sikur është ikur për të kulotur, edhe natën sjell të qumësh. Dhe Abu Bakr radhiyallahu anhu, dërguar Allahu xhalle shanu, vlezër, edhe ne dim sot klima arab shumë vap, edhe mershin ngurët të mali që ishin shumë të zetë, edhe heshin pas pastrimin e qumësh. Atë zetë ishte I qumësh, bën të aull nga ato zetësia, gurave. Edhe ashtu kanë pirë qumësh 3 net. Vajza Abu Bakr radhiyallahu anhu, Asma radhiyallahu anhu ka përgatitur ushqim I rrugës, edhe ka lidhur me litarit të vet. Mëngjes kur bëhet, kur hapin dera me forcë, se gjatë natën nuk kanë hapur dera dërguar Allahu xhalle shanu ato. Edhe kur nuk gjen dërguar Allahu xhalle shanu në krevatin e tij, atëherë kanë gjetur Ali radhiyallahu anhu, edhe kanë bërë forcë për Ali radhiyallahu anhu, ka thënë ashtu siç jeni ju, unë jam. Nuk kam informacion ku është. Edhe pastaj kanë ikur tek shtëpia Abu Bakr.
Thash me Abu Bakr shoku ngusht, edhe ai ka patjetër informacione. Kur ikën tek shtëpia Abu Bakr radhiyallahu anhu, atje e gjen dy vajzat, edhe nuk kishte dikush tjetër. Atëherë Abu Jahl ka bërë forcë edhe ka rafur shpulla i fort në faqen e Asma radhiyallahu anha. Aq i fort ishte që bizu që kishte e veshur në vesh karen poshtë. Njeri gjahil, vlezër, ignorancë. Çfarë do fitosh nga femra, nga vajza? Re. Edhe në fund fare nuk gjeti informacione dhe ka lënë lajmërim. Kush gjeni gjallë ose i vdekur? Abu Bakrin dhe Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për çdo koka keni nga 100 deve. Edhe nga 100 deve të më të shtrenjta. Atëherë çdo njeri që ishte në Makka ishte interesant për ato 200 deve. Edhe kanë hapur gjithë ana. Edhe një delegacioni ose një grupi duke kërkuar ka arritur tek mali Thor, ku ishte i fshehur dërgullahu xhaleshanu bashkë me Abu Bakr. Edhe aq afër erdhën, thotë një njeri pre ato grupi ka bërë urina. Urina ka bërë jashta shpela ku ishte, ka goja shpela. Janë disa transmitim historian. Nuk është nga hadith Profet alayhis salam, po ato na ndihmojnë në disa gjëra. Edhe pse muhaddithinët lezer vërtetimi muhaddithin është shumë me kujdes plotësisht, se muhaddith ai personi që transmeton hadithi dërgullahu xhaleshanu, ai transmeton feja. Edhe në feja nuk duhet asnjë gjë që nuk është të vërtetuar nga Muhammedu Rasulullah dhe nga Allahu madhëruar. Por historia është histori, në atje ajo nuk është bindja, ajo nuk është feja. Ajo është histori ose prano ose moho, nuk ka lidhje me Islamin. Atëherë historian që kanë shkruar jeta dërgullahu xhaleshanu, ato tregojnë që kur hyri dërgullahu xhaleshanu aty, po ajo nuk është historia si historia tonë, si pralla. Domethënë edhe atë ka bërë shumë me kujdes, që mos vi diçka jashta që nuk është e vërteta. Që sa kanë hyrë Abu Bakr dhe dërgullahu xhaleshanu, Allahu xhaleshanu mes natën ka dërguar Merimar ka bërë shpinë e vet, rreth ato pemët i vogël që ka Arabia Saudite. Dhe në disa momenta ka ardhur një plumb, ajo ka vendosur vezët e vet, edhe dikush një njeri që vjen i ri nuk ka për të hikur mendje që mes natën nëse ka ardhur dikush njeri, ajo patjetër nuk është aty as rjeti Merimang, as vezët e plumbit. Ai nga ato dikush ka bërë urinë, edhe pika urinët e tij ishte duke parë Abu Bakr nga se shtela ishte ashtu. Kush as sipër duket, po ai tetri nuk shikon dot pa hyrë brenda. Ashtu ishte ai shpela edhe sot ekziston, kush e ka parë di mirë. Lezër. Abu Bakr radhiyallahu anhu që është me dërgullahu xhaleshanu, edhe ai kishte më shumë frikë për dërgullahu xhaleshanu i gavet. E thot nga frikë, ose nga shtetsimi thot, o dërgullahu xhaleshanu janë arritur shumë afër. Dërgullahu xhaleshanu me qetësi thot, ja Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma. Se ai di dërgullahu xhaleshanu është i shpalur. Musa alayhis salam si ka bërë hijret. Faraoni është duke ardhur nga brapa, po nuk arriti do të kap. Ai din këtë. Dërgullahu xhaleshanu din Ibrahim alayhis salam ka bërë hijret. Edhe tek ai ka ardhur shpalja që ti e dërgullahu xhaleshanu deri në ditën e gjykimit. Ne kemi ka ardhur shpalja që ne kemi për të plotësuar fejen tonë, edhe pse nuk duan mushrikinët. Edhe ai di komplet me bindja që nga Allahu xhaleshanu mua është premtuar edhe unë kam për të arritur në Medina. Thotë Abu Bakr, çfarë mendon për ato dy veta? Që treti me ato është Allahu xhaleshanu, riqet, la tahzan. Edhe Allahu xhaleshanu, fjala dërguar Allahu xhaleshanu ka transmetuar ose ka zbritur në librin e tij, la tahzan inna Allaha ma'ana. Idh huma fil ghar, kur ato dy ishin në shpela, idh yaqulu li sahibihi, kur thon ai me shokun e tij, domethënë Abu Bakr është duke thënë me Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Muhammedu Rasulullah është duke thënë Abu Bakrin, kur Abu Bakr është duke treguar frika vet, ose i shqetësimin, la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos i shqetëso, mos e ke frikë Abu Bakr, Allahu është me ne. Edhe ashtu Allahu Gjalleshanu, ato kur kanë ardhur, kanë kuptuar që nuk ka dikush, nuk arriti mendjen njeriu sa që vinte këtu. Edhe i kthen mbrapsht ato.